Për të mësuar më shumë detaje, do të lidhemi në një lidhje Skype në këto momente me ish kryebashkiakun e Mallakastrës, Agron Kaplanaj. Zoti Kaplanaj, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit edhe ju për ftesën. Është folur shumë zoti Kaplanaj për plasje fizike, kërcënime deri në nxjerrje pistolete, por do donim të dinim versionin tuaj të ngjarjes. Atëherë rreth orës 18:30 të mbrëmjes së mbrëmshme, një makinë civile me targa civile dhe me 4 civil brenda është afruar dhe parkuar pranë ambienteve të biznesit të familjes tonë dhe ka ngrit një dron për të filmuar. Është larguar dhe është rikthyer përsëri dhe ka ngrit përsëri dronin duke filmuar po në të njëjtin vend pranë ambienteve të kompanisë tonë. I shqetësuar roja nga sjellja e këtyre personave, ka njoftuar drejtorin e kompanisë, i cili ka dalë nga zyra ku edhe unë kam qenë bashkë me të në zyrë duke punuar, dhe i ka kërkuar shpjegime personave në fjalë se për çfarë ndodheshin aty në ambientet private të kompanisë dhe për çfarë ishin të interesuar që filmonin. Një prej personave që ishin në makinë, një zonjë, i ka thënë se ne jemi të interesuar për të blerë një pronë dhe prandaj kemi ngrit dronin të shohim atë pronën që jemi të interesuar. I ka thënë drejtori që kjo pronë nuk është në shitje, prandaj ju duhet gjeni vendin e duhur për të parkuar dhe të shikoni pronën që ju intereson, pasi këtu jeni në një pronë private. Dhe në këtë kohë drejtori i kompanisë bën një foto targës të cilit ja kisha lënë unë porosi për t'i bërë një foto të dinim se me këtë kishin bënin, pasi njerëz të panjohur, të cilët nuk u identifikuan, atëherë ne na duhet të dinin, pasi filmo ditën, mund ndodh diçka natën dhe ne do të dini të paktën një targ makine e cila ishte në rastin nëse do të ndodhte diçka të bënin një denoncim, një kallëzim. Në këto momente acarohen personat dhe i thonë drejtorit që ti duhet ta fshish atë foto që sapo bëre. Dhe drejtori thotë, unë nuk e fshi këtë foto sepse unë për këtë punë jam dhe mbroj interesat e kompanisë, prandaj këtë foto do t'ja çoj sapo ja çova pronarit. Personi që ishte në timon në rolin e shoferit e kërcënon drejtorin, e thotë ti nuk e imagjinon se çfarë i ke bërë vetes me këtë që ke bërë dhe do ta shohësh çfarë do të gjej. Drejtori e ndjen vetë të kërcënuar, por prap nuk është se trembet dhe të bëj mbrapa nga çfarë kishte nis prap. Në këtë kohë, duke parë rezistencën e drejtorit, personi që ishte në timon, pra në rolin e shoferit, fillon ta shaj, ta fyej dhe jo vetëm ata, po ta shaj e ta fyej atë dhe të na shaj të na fyej edhe ne, pra edhe pronarët e objektit. Në këto kushte drejtori alarmohet dhe më merr telefonin, thotë shiko se këta njerëz janë këtu, po më shajnë, po më kërcënojnë, po më fyejnë dhe unë nuk di si të sillem. Atëherë thash prit se po vi poshtë se të sqarohemi. Zbres dhe në momentin që zbres nuk arri që të kontaktoj me personat, pasi largohen. Flas me drejtorin dhe më thotë e shoh shumë të shqetësuar, ishte shumë i indinjuar nga fyerjet dhe nga sharjet, dhe më thotë duhet shkojmë bëjmë kallëzim. Hipi makinës dhe shkojmë në ambientet e drejtorisë Fierit dhe kontaktoj me një policë roje të cilit i kërkova nëse ishte në një prej drejtuesve të komisariatit dhe drejtorisë, pasi kisha për të bërë një kallëzim për shkak se persona të panjohur më kishin ardhur afër ambienteve të biznesit dhe më kishin kërcënuar. Polici u tregua i gatshëm, punoj si policistë, njoftoi dhe pas pak minutash shefi i komisariatit dërgoi një punonjës tjetër policie për të më shoqëruar drejt zyrës tij. Gjatë kësaj kohe njerëzit e mi ishin në ambientet e jashtme të komisariatit dhe
Në momente që unë në gjitha lartë, ju thash, largohuni se këtë punë do të sqaroj me punojësit me shefin e komisariatit, dhe do të bëj kallëzim dhe merren ata me këtë punë. Gjatë kohës që unë gjitem dhe jam duke folë me shefin e komisariatit, niprit e mi dhe një apo dy punojës ikin për në shtëpi, pra për në hyrje të tjerit. Pak para se të hysh në qytet, hasin mjetin i cili dhe targën e mjetit i cili ndodhe në ambientet e kompanisë, që kishte parkuar në anë rrugës. Qëndroj mjetin dhe me që e pan, qëndroj dhe i kërkon shpjegime, i thonë, sho, ju ishit në ambientet e kompanisë, na shat, na kërcnuat. A mund na thoni kush jini, çfarë qëllimi kishit, sepse nuk është normale që punojës një prej tyre del dhe përsëri nuk identifikohen se kush ishin, por del dhe në shtyn një prej familjarëve të mi dhe i thot duhet largoni gjithë këtu. Dhe në kohën që këta nuk largohen, po insistojnë të marrin një përgjigje, atëherë punojësi tjetër, pra personi tjetër që ishte në rolin e drejtuesit mjetit, pra i njëjti person që shau fyll dhe kërcnoi, del nga mjeti, mbush pistoletën dhe ju drejton familjarëve të mi dhe dy punojësve që ishin dhe i thotë nëse nuk largoheni tani, unë do t'ju qelloj, do t'ju vras. Në këto kushte drejtuar një arëm, sigurisht që e ndjen veten akoma dhe më të rrezikuar dhe më të kërcënuar, por që nuk lëvizën nga vendi derisa erdhi patrulla e policisë. Në momentin që vjen patrulla e policisë dhe kërkon dhe shkon të shoqëroj, pra të neutralizoj personin që kishte armën në dorë, pasi punojësit e policisë, sipas asaj që pan njerëzit e mi që ishin aty nuk e njihnin se kush ishin, dhe i drejtojnë dhe shkojnë për të ndaluar, për të arrestuar një njeri që ishte i armatosur. Ata i prezantohen se ishin punojës të BKH-s dhe se personat që ishin aty, që në rastin konkret ishin niprit e mi, duhet të largoheshin dhe duhet të shoqëroheshin për komisariat. Ka qenë i gjithi kaq incidenti me më shumë me fjalë, ndoshta mund ketë pat edhe një shtytje nga njëra palë apo dhe nga tjetra, pasi janë fjalos, pra janë konfrontuar me fjalë, ndoshta edhe me ngritje zëri dhe me ton, por deri në momentet që ka ardhur policia e shtetit, personat në fjalë nuk janë identifikuar si punojës të policisë shtetit. Dhe kjo ka qenë e gjitha, nuk ka ndodhur asgjë. Më pas kanë ardhur në ambientet e drejtorisë policisë, unë kam qenë prezent në ambientet e policisë, në ambientet e drejtorisë, kam folur me personat që në ato momente u informova se janë punojës të policisë shtetit, të strukturës posaçme. Ka qenë një zonjë e cila më është afruar dhe më ka pyetur se kush isha, i jam prezantuar, më ka tërheq pak metra më tutje në korridorin e drejtorisë policisë dhe kemi diskutuar duke i thënë që zonjë, ju keni ardhur në ambientet e kompanisë private dhe keni bërë sikur tini zotër të atij vendi, pa u identifikuar që jeni punojës policisë. Po tha, për këtë keni të drejtë, por ne ishim në punë e sipër, ishim në një operacion që nuk mundet të identifikoheshim në ato momente. Dhe ju u bët shkak që ai operacion ne na dështojnë. Më vjen keq që thash që ka dështuar operacioni juaj, por nëse nuk më identifikohesh se kush je dhe vjen më dhunon në ambientin tim privat, unë kam të drejtë të kërkoj shpjegime. Nëse do më kishit thënë se kush ishit, do të kisha krijuar kushte më komode, duke ju fut brenda ambienteve të kompanisë që të punonit më mirë. Kaq ka qenë dhe nuk ka pasur asnjë kontakt më pas, as me një nga drejtuesit e policisë, Fierit, as me punojësit të cilët janë identifikuar si punojës të BK-s. Megjithatë, zoti Kaplanaj, edhe SPA ka dalë një deklaratë zyrtare që thotë që agentët e BK-s dhe efektivët u sulmuan pa asnjë motiv, ndërsa po kryenin veprimet për një hetim. Të paktën kjo është deklarata zyrtare. Nuk janë sulmuar, sepse ata kanë qenë në ambientet
e kompanisë dhe ne thjesht vetëm i kemi kërkuar shpjegime për çfarë jeni këtu dhe kush jeni ju që jeni sepse jeni në pronë private. Nuk janë sulmuar. Ajo çfarë ka ndodhur, ai incident me fjalë apo edhe me ndonjë shtytje, pasi unë nuk kam qenë prezent në momentet e fundit, ka ndodhur pasi ka ndodhur sharja, fyerja dhe kërcënimi nga personat në fjalë. Pra, kjo është e gjitha dhe unë nuk kuptoj pse gjithë kjo zhurmë, gjithë ky media duke lakuar emrin tim, duke identifikuar ata persona që kanë ndodhur, që janë fjalosur me punonjës të BK-s, duke identifikuar ata si njerëz të Agrokaplani. Po, njerëzit e Agrokaplana janë, por kanë emër, kanë mbiemër dhe janë majoren, mbajnë përgjegjësi për atë që ka bërë dhe nëse ka shkelur ligjin, absolutisht të përgjigje para ligjit. E keni fjalën për dy niprit tuaj? E keni fjalën për dy niprit tuaj që edhe janë arrestuar? Për dy niprit e mi, ata janë koshient për atë që bëjnë, po edhe nëse shkelin ligjin, edhe nëse bëjnë një veprim të kundërligjshëm, janë në gjendje të përgjigjen vetë. Pse duhet të identifikohen si njerëz të Agronkaplanait. Ata kanë emër, kanë mbiemër. Policia të veprojnë, drejtësia të veprojnë, unë jam në mbështetje të drejtësisë, e kam deklaruar publikisht, mbi të gjitha jam në mbështetje të strukturës posaçme, e cila është një strukturë që po i sjell shpresë shqiptarëve me veprimet që kanë ndërmarrë në vitet e fundit, me hetimet, me zyrtar të korruptuar që ka çuar pasekura, në luftën kundër krimit të organizuar. Dhe kjo është ajo që duam. Dhe prandaj ne dhe të gjithë shqiptarët e mbështesin këtë strukturë. Por nuk mundet që persona të caktuar, që edhe punojnë, që janë pjesë e kësaj strukture, ta bëjmë pjesë emrin e kësaj strukture. Dhe nuk mund ta bëjmë pjesë, sepse një person nuk mundet që të bëj pjesë gjithë strukturën e posaçme. Zoti Kaplane, jeni angazhuar për këto zgjedhje pra të 11 majit, mendoni se mund të ketë lidhje ky incident apo e përjashtoni? Unë sigurisht jam i angazhuar me forca politike që bëj pjesë, nuk kandidoj, nuk jam kandidat për deputet, por që jam në mbështetje të koalicionit Djathtas për Zhvillim, me të gjitha mundësitë e mia, njohjet e mia si drejtues politik i qarkut Fier, por në këtë rast e përjashtoj në mënyrë kategorike që ky incident ka lidhje me politikën. Ky është një incident komplet rastësor për këto rrethana që unë sapo ju thash. Qartë. Dhe pyetja e fundit, ju vetë thatë që ka një dhunim edhe nga pjesëtarët e BK-s që më vonë u identifikuan në pronën tuaj, pra pa marrë leje dhe pa u identifikuar. Për këtë arsye, keni bërë kallëzim, apo nëse se keni bërë, do ta bëni kallëzimin? Fatkeqësisht, unë kam dhënë deri në orën 12, apo edhe pas orës 12 të natës, kam qenë në ambientet e komisariatit duke pritur të bëja një kallëzim. Por nuk ma mori njeri kallëzimin dhe ndoshta i mirë kuptoj sepse ishte një situatë e tensionuar dhe ndoshta ata punonjës të cilët do të merrnin kallëzimin kanë qenë të angazhuar në punë të tjera. Kam prit deri më thanë të dalë jashtë dhe të pres se do më telefonojnë që të rikthehem të bëj kallëzimin. Dhe kam dhënë deri në 4:30 të mëngjesit në ambientet e jashtme të drejtorisë policisë duke pritur që të më thërrisnin për të bërë kallëzimin. Nuk më kanë thirrë as sot dhe sigurisht që unë kam prit, por unë gjithsesi kallëzimin e kam të drejtën time për ta bërë dhe do ta bëj, ku aty do të parashtroj të gjitha ato çfarë ka ndodhur dhe çfarë padrejësia më është bërë nga punonjësit e asaj strukture. Zoti Kaplana, ju falenderoj që ishit pjesë e ditarit qendror të lajmeve në A2 CNN. Faleminderit juve.